Ky është tifozi që ra nga tribuna në stadiumin e Rogozhinës, ja si është gjendja e tij shëndetësore. Tifozi i cili ra sot gjatë ndeshjes së zhvilluar në Rogozhinë, Egnatia Felbasani, quhet Vullnet Gjuzi, banues në lagjen numër 1 Rogozhinë. Raportohet nga tereni se Gjuzi ka pësuar dëmtime anësore në kokë dhe fraktura, por është jashtë rrezikut për jetën. Njoftimi për gjendjen jashtë rrezikut të tifozit të aksidentuar është pritur me duar trokitje. Ndeshja u ndërprej për disa minuta, sa u bë shoqërimi me ambulancë i tifozit në spital dhe u dha informacioni se situata e tij është normalizuar. Gjithashtu pritej kthimi i ambulancës, pasi nuk mund të vijonte loja pa praninë e saj.